Bollën mu 7 vjeqe, bi thot letrët t'i shikoj. Me 17 prill kam qenë mu të dera shtëpisë ati. Rrite me një barake. Duhet mi puste. Unë të ik me taksi kujtin me apa, a i të ec me apa makines edhe të qajt. Përshëndetje miq, dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme këtu në live do të kem një 33 vjeçare, ai quhet Kristina Kovaçi, e cila do rrëfej jetën e saj. U rrit me nënën e vetme, por jo se babai e braktisi. Një histori e dhimbshme e nënës së saj, që sot Kristina jo vetëm do e rrëfej, por padyshim do t'rregoj edhe për babain që nuk mundi dot ta kishte pranë vetes së saj. Por çfarë ka ndodhur në jetën e Kristinës, nënës së saj dhe të babait që u ndan përgjithmonë, do të jetë vetë ajo që sot do flasi pa dorashka këtu në live me Odetën. Kështu që hap dritaren dhe e ftoj. Kristina, përshëndetje. Përshëndetje, si e ti, a i mirë. Në fund u lidhën të dyja së bashku pas një komunikimi në Facebook. Unë për ditë njeki, përse sa qohë mje sa psy veç larë sytë kafën edhe në gjoj misionet e tuj. Edhe kam pas pa një vajzë aty që dilte e thote e kam babën grek. Po se kam atësin e babes, se kam atësin e njerkut. Po, një histori nga lushnja. Po. Edhe me të në drejten, unë kam linë Greqi, babën e kam grek. Dhe ti ke një histori të njëjtë me vajzën nga lushnja. Unë kam qenë e vogël, zdi, dhe më thënë jam rrit me mamin, kupton? Mamin ka vdek 55 vjeqe, ka në 89 vjeqe më ka vdek. Unë jam rrit veç me mamin, se veç 2 goca kena qenë. E madhja është e martume, dhe më thënë aja me bab tjetër, unë me grekun, kupton? Ma vogël, kam jetu veç me mamin. Pra ti kërkon babain tënd që nuk e ke njohur? E kam gjetu ne. Po, dhe sa ishte mami gjallë e kam kërku nuk e gjesha. Mami më ka vdek 2017 me 2 dhjetor. Edhe 3 japë vite 2018, kupto? Nga se vdish nëna? S'munjet keqe, tak fakt me na 3 mujve. Ata e kam pas nan, bab, motër, vlla, e na ka rritë si halli, kupto? Nuk i ka keq. Edhe di që aja do me thanë, mora rrugën hika, unë kam pas gjithë sa letra që thote mami këta miruj se ku ka pas bërë celebrimin në Greqi që janë dhanat, kupton? Kristina, do më lejosh të pyes të marrë të regosh historinë? Ti i e rritur në Shqipëri apo në Greqi? Jam rritë Shqipëri une. Sa vjeç ke qenë kur e mësove që baba jot ishte shtetas grek? Kam qenë 14 vjeqe. Si e mësove? Po, më thot mami që ti e ke babën grek, se e pyqa mami, dhe më thamë kusha babi e, ma ne po këne e ke babën grek, po ga që jam rrit me mamin, edhe se kisha aqë problem, a i të kuptu. Po gjithmonë e që ma të mirë, që ku të rritem do t'a gje unë, thosha, dhe sa ka shpnolli. Ndërë shpisi kam shku, ndërë shpis, pa ditë se kush është. Do të pyes, do ma të regosh, si unë djeve kur e mësove që në i farë mënyre babaj të kishte braktisur, nuk interesohesh për ty? Ke qenë adoleshente në atë kohë? Qipe, mami jem ka pas një histori të dhimbshme, ka vujt shumë, ka qenë me kartele, qame, këne, dhe me thanë ka vujt shumë për ne. Kupton, ka vujt shumë, ku kam qenë unë 7 vjeqe, kena hike dhe me mami në Greqi, morën këto, se këta janë cigan, nga Selaniku, janë cigan. Më bollën mu 7 vjeqe, ku ka ardhë policia, unë kam shku mas mamit. Kupton, nuk kam shku mas këtyne. Edhe prija tjerë mami nuk shkeli ma në Greqi, mjulli jetën me ne këtu, bani të shpi edhe në rriti vetë, e të kuptu Kristinën. Kristina, po të kuptoj, por në momenti që s'do të kuptoj do të bëj pyetje. Mamaja juaj, e ndjera, ka qenë e martuar fillimisht në Shqipëri. Po, ka nda për burit, ka i vatës matë male. Pra ti ke një motor që nëna e ka patur nga martesa e parë. Po. Dhe më pas nëna juaj emigroi në Selanik dhe u dashurua me babain tuaj. Po. Por pse u nda nëna juaj? Po, kishte, ku ti unë rrethanat nga vajza dajes. Mami jem, kur ka lam burrin e parë, vajzën e madhe e ka pasrit gjyshja. Mami jem nuk ka pas shtëpi.
Njerëzit e vetë se kanë dashje, për zeshin, rritet na për shoqe. Edhe motrën e madhe e ka rrit domethënë gjyshja. Rritet e vajza dajes në mamurës. Por pse nuk e ka mbështetur familja? Pse e ka përzënë, e ka dëbuar? Unë nuk e di, po gjithmonë tregonte mami ato historitë veta, e të kuptu? Po. Edhe rritet e vajza dajes vetë atje në mamurës, aty një shoqe i bank të babin tem. Shtetasin grek. Po. Edhe hik mami ati, se s'kishte shpiku me net, edhe hik, martohet me grekun. Po. Rrim do me 3-4 vjet, nuk e di sa ka net martes. Pastaj ndarja i erdhi se mori vajzën e dajes e pa atje në Selanik me ca njerëz, e mori në shtëpi. Mami në atë kohë ka qenë shtatzane, unë kam qenë e vogël. Edhe merr vajzën e dajes të shtëpia, ka që mashin fast me krang, ta ku t'i gjaun atje në shat, edhe ban abort mami, kupton? Edhe i thot vajzës dajes, Elvira thot, ma ke kujdes vajzën e vogël, se unë nuk pisha gji, pisha kështu mjë të skuqë me kështu bidon, me bibron. Po. Ma ke kujdes vajzën, thot edhe grekut e din një ba me hangër. Kja qa ban, mami shtrohet spital, unë kam qenë e vogël bebe, i kishte thënë grekut, i kishte thënë për vllajën e mami, që ka emrin Jashar, a i thote Paskal. Po. Se e një motë mami, ku mlete mua dhe motrën e male pute ma unët me malë, kupton? I një motë njerëzit e vetë, ku na lete në qote. E i thot, Jasharin, thot Paskalin, Monda, thot se mami jeme ka pas emrin Raimonda. E ndjera. Raimonda, thot, nuk e ka vlla, thot, po e ka burra, dhe vajzën që ka në Shqipëri, thot, e ka, thot, me Paskalin. Wow. Se mami një motë e vlajnë që mate vajzën e male, se do të me të reqë vajzën e male. Edhe greku tha mami, pak tha shathem don, e mori, tha me gjithon nuk e di se që kishte baja, tha mate. Por pse kushurira ja bëri këtë gjë mami tënd? Po që, ku shkoj unë thot që dal për spitalit atje, thot, më thot, ti Paskali nuk e ke vlla, po e ke burr. Po si më i thot mami, shikon një mbjemër Kovaçi. Ku tha mami mja mu shmenjen ma atit, tha, u shkatrova, tha, u dëtërova, mora rrugat, erdi në Shqipëri me mu. Pra, erdi ndarja për shkak se kushurira e vet i tha që... Se kishte pryp, po. E qartë. Po. Dhe sa... Dhe kena shku na 2-3 herë në Greqi, po unë kam qenë e vogël, 6 vjeqe, 7 vjeqe. I mban mend? 7 vjeqe e majnë mend që mori kja hala jema, Aleksandra. Po. Më vodhën këto mu, Si të vodhën? edhe u turën me pizbolla mamin e qanun kry. Wow. Ku ka ardhur policia, unë jam turë mas mamit, s'kam shku mas tyne, kupton? Dale Edhe pak se që nga ngjarje e rëndë, sepse historitë të tilla të fëmijëve që rrëmbehen në Selanik, kam dëgjuar pafund për histori shqiptarësh, kur nëna juaj ka shkuar në Selanik me ty të ka rrëmbyer halla dhe nënën tënde e kanë rrahur. Kja halles neve, edhe kja halla na thote që babi është në Athinë, thote mamit, ka thënë Niko, se ai e ka Nikolla, po Niko i thoshin. Baba juaj. Niko, që Marien se du për mamin tem, se thishin Maria atje. Po. Marien se du, po të lejnë gocën këtu. Mami s'pranon të me mblan mua, e të kuptu. E këto qa banë më vollën mu. Wow. Po unë se marrë me më fare, se kam qenë e vogël, e të kuptu. Edhe kam shqyr shku që kam se raku mban mas mamit. Edhe prija tërë, masa nes kena ik ma. Edhe i thosha mami do ta gje vetë Po babin, nënën, kush e dhënoi? Ish kunata? Po, u qunë tanë, se janë këshu ata më falë, për që janë gabel, e di nuk qunë tanë, po janë gabel që merën këshu me trektit pasën, jo këshu, a i të kuptu. Dhe dhunua nënën tënde ka ndryrë policia që e ka shpëtuar. Po, e qanë kry, i kishte penat mami, to e ka qanë gjysë robi edhe mirë aq, ma mori zoti shpet atë kisha nanë, papë. E mirë se ma ka lënë edhe i të shpi. Ju erdhët në Shqipëri dhe si vazhdoi jeta juaj me nënën? Mirë, më kam majtë se më kam mungua si gjallë, derisa e kam pas gjallë atë. Sa ishte gjallë ajo, punoja, se unë jam martu 14 vjeqe, e kam vajzën 17 vjeqe, 18 vjeqe, e kam martu me, ma ka rrit mami vajzën e male. E dashu Kristina, Masha mamin, kupton edhe vajzën, një kisha punosha muzikë.
e masha gocën edhe mamin I pusha me ëngër me pi, kupton? E tash Kristina, dua të pyes. Por me motrën tënde je je takuar? Me kam motrën, I ka lanë mami I shtëpi, motrës tu edhe shtëpim ka lanë mu. Ashe martu ma 40 e sa vjeqa ja. Por kur nëna erdhi në Shqipëri, u bashkua dhe me vajzën tjetër, e mori? A martu 13 vjeqa ja, u martu e vogële. Por me njerëzit e nënës, u bë nëna jote? Kur kishte e doshin, kur s'kishin I thoshin budalla. Po ty të donë? E tu ka vujt shumë mami jem. Mami jem ka qenë gjysë robi, e din, të thanë zdi që të them, iku a jam, fiku zoti. Por ty të kanë dashur si mbes? Unë edhe tash që më ka vdek nana, as më vjen kush me më pyta ke buka, ke ma hangë, si ke hallet, kus kanë dash motrën e vetë për mu që më ka. E dash Kristina, më vjen shumë keq për këtë histori që po dëgjoj ditën e sotme, por ti u martove e vogël, çfarë ndodhi me jetën tënde? Po u martova kështu me shkosi, isha 14 vjeqe, kala mama. Neta 2 vjetë martes, unë dava sa I lutë e bigjos, kam qenë martu me Ndurës. Lutë e bigjos, edhe nuk ashtë që e doja, e të kuptu. Unë dava, dhe neta me mami, po në fillim ne kena pas barake, këtë shpinë nga ka ba shteti, se tokën kishte ble mami edhe ndërtoj barake. Jetosha në barake me mami në. Më pas bashkia e qytetit ju ndërtoi shtëpinë. Po, si erdhen këta që vazhdojnë të një mund njerë, biles edhe letrat e shtëpisë I kam legalizim, Allah si kam edhe në emër tem, se janë në emër të mamit Allah, edhe thënë biles që do prishen e do banë, edhe do dalë edhe pa shtëpi, do dalë. Jo, ajo është pronë që ti e ketë nënës tënde dhe nëse do prishet, do të dëmë shpërblejnë, rrje qetë për këtë pjesë nëse... Po, thënë ku I ke legalizim letrat, nuk ke certifikate, nuk ke kush gjatë. Nuk e bërë legalizimin. E dashu Kristina, por ti u martove 14 vjeç, I ndarë 16 vjeç dhe ishe bërë nën. Po, 17 vjeç e më bërë nën. Je bërë nën. Çfarë ndodhi më pas? Vazhdove jetën u rimartove apo e mbylle aty? Jo, mami mësa ne bashkjetote, njerë ku që më ka rritë mu, deri në pikën e funi që ka mjull mami sy, a I më rriti mu, u martova, u ndava, më rriti edhe fëmin tem. A I të kuptu? Edhe u dotërova, se janë këta konfliktet, jo me fëmi, jo ta majta kura beqare, po ta shash edhe me fëmi, edhe u dotërova mora rruga, dola muzikë, se fëmija do të bebelina, do të ma hangër me pi, mami 20.000 lek njëm sociale merte. A I qa punote me ekra me gjana, edhe fëmija bite smurja do të bebelina, t'jo me hangër. Kuptonë s'ja dilë, që do të rova dola të punu. Kam punu, 13 vjetë si jam martu. Ka majtë mamin tem, njerë kun tem, me fëmin tem si ka mungua si loj gjare. Edhe kura kam patë, ke punuar në muzikë, këngëtare? Valtare kam punu nga halli, që më ba, fitosha lek që masha shpinë, mamin edhe fëmin. Valtare kërceje në për klabet e natës? Shkosha, jo në Zgicë, jo në Kosovë, jo në Macedoni, kupton punoja. A është e vështira e lloj pune? Varet si ta ke shmenjen. Unë për vete punosha, qa mersha për qinjet e pijeve, rogën, pakshi ndellësha gjithja qosha mamin. Normal që u vishja edhe vetë, po si leja gjamanku. E kuptoj, ke bërë sakrifica për të mbajtur nënën tënde të ndjerë në ato kohë? 13 vjetë jam martu se thosha kush da e maj nënën teme me 20.000 lek asistencë, kupton qa do baja ja. Vdi që ajo ma la amanet masane që Kristin shikoj si atu ba puna jeme, unë po e shikoj si se kam gjatë, unë kam qef që ti thëtë mbledhesh me vajzën shpi, mos të mblevizësh ma, sa e dhe kurse thrishe me herë në telefon, që isha në gjumë, u bate me rak, në gjote laj, mos ma ka gjithë gjohë, mos ma ka kush kanal, e dit, ka qenë shumë më shumë. Sepse një nën bëhet me rak, kur mendon që puna që bën vajza, nuk është punë shumë e lehtë. Se thjesha gajerë, se në gjumë të ndite, edhe thote, mos ma ka vra kusha, ne, kësë ka tjirë, u qote në 2 natës, të pi kafe, cigare. Ku e thjesha, po ku i me nënë, thote, më bane me rak, maj. Nëna. E dashur Kristina, por sot ju punoni këngëtare? Jo, kam 8 vjetë,
që e kam lënë këtë punë. Majta amanetin e mamit kam punu, më ka vdek mami, kam punu, ja kam la ta në borgjet, ja kam ba këta dete 6 muja që janë këta viti, ja bana dhe vorri, edhe stakova, dashurova me i djalë që kam të vajzën 4 vjeqe, bashkjetoj. Je bërë nën për herë të dytë? Po. Me jetë, po? Edhe qova amanetin e mamit deri në fund, ja lava ta në borgjet, ja bana dhe vorri, dhe thash kuj di se si mbje jetat paktën ta ketë vorrin e bam, kupton. Edhe 8 vjetë s'kam punu ma. I plotësove dëshirën nënës tënde, Gjitha. e lën punën si valltare natën dhe të krijoje familjen tënde. Po. Ke 4 vite që ke nisur bashkëtesën? Kam 8 vjetë. 8 vjetë. Si është? Je lumtur si është kjo bashkëtesë? E mirë me jo deta. Je mirë. lumtur. Edhe jetim është siguron, se ka as nanen, as baben. E ka rrit gjyshja, e ka marrë unë të shtëpia jeme, jeton të shtëpia jeme, kupton se mu më ka lënë mami shtëpinë. Si e njohur ti me partnerin tënd të dytë? Tu në lagje, afër e kam, me i lagje. Ishte ai që të themi të gacmoj dhe t'ire në dashuri? Po të shi, të dy bashkë. Edhe shumë mirë se jeta do vazhdoj, sigurisht ti e re dhe do vazhdoj jetën të martoheshet dhe të lindje fëmijë të tjerë dhe të bëhesh. Sa isha 25 vjeçë ku më ka vdek mami, sa jam unë 33 vjeçë jam të shi. Shumë e re, je akoma e re dhe je nëna e 2 fëmijëve. Po, vajzën e malla kam të martuar në Shkodër. Por e ke martuar shumë të vogël. Po të rishi këtu, si jam unë me odetun, s'mar asnjim sociale, as marr njima. Unë shiqy që, a beso që shiqy si kam krytin mejnë? As drita, as uj s'pagoj, se duhet me pas lek për me ba letrat shpin në emër tem, e duhen mu këthy saatët këtë në emër tem, kuj kam mundësi të Pra, që kur leja të punë, nuk ishe më të ardhura dhe jeta u bërë me vështirë. Ja, fare. Punë tjetër, mundësi tjetër, nuk e mundur do të gjesh aty? Po punon, këtë që bashkëtoj punon. E kuptoj, por është e vështirë me një rogë. Edhe vajzën në kopsht, jo duhet i 150.000 lek me pagu kopshtin. Këshu dhe me thënë, si ke mundësi të veç me i rogë që me bashkë, që si kam i të shpi, kajtu më thënë në Kristin, falendero Allah, si të kalan në jo të shpi. Që ke... E të kuptu se mami jem ka vujt, ka net në përshoqe, ka net, e jena rrit në përshoqet e mami, dhe se a bani zoti marë që blevi këtë tokën, a bani barake. E qartë. E dashu Kristina, ndalemi pak tek historia e babait tuaj. Ti më tregove që ishe 14 vjeç kur nëna ta tregoi historinë dhe ti e dije që babai jot quhesh Niko dhe jetonte në Selanik. Ai në aty do me thënë ku kalon një shteti, që kalon Rinas, aty del Nikola Dimitriu. Po Niko e thriqin atë. Emri ta mama është Nikola Dimitriu. Dalin gjanat e babs. E të kuptu. A i nuk erdi asnjëherë të kërkonte? Ja, se ishte gaj, se dita i ka i bje Shqipëria, ku t'jo, unë kam shku e kam qëtë atë, si filmaj, kërë kam tërgu njerëz dhe si film, kanë vazhdu të qajtë. Dhe dua ta dëgjoj dhe unë, para sa vitesh ndodhi ky takim? Mami më vdiq mu me 2 dhjetor të 2017-ës, edhe 3 javë vite 2018. Më vdiq mami, punova, lava borxhet krejt, i nulla krejt gjana, me 17 prill, si bje dhjetor, janar, shkurt, mars, prill. Me 17 prill, kam qenë mu të dera shtëpisë ati. Si e gjete shtëpinë e ti? Po mami këtu ka pas ca letra që ka bërë si librimin atje në kish. A, që ka qenë martuar, po? Po, ma ta letra unë, shkova të kja kushurina mamit. Të kja e lira. Po? E gjeta. Dhe thot kush je ti, i them jam vajza monde, thot po ti që ke rrit Kristina mashallah, ne po ne hap historinë e mamit kja, po unë nuk i tregoj gjatë se mami më ka tregu këshu se tash, po ti tregoj kësaj, se që më ka thënë mami muz do më tregoj se ku është babi, kupton? Se mami pa thënë veç aja e din se ku nollat baba jo, se ma ata e kam lënë dhe kam ikë, thote.
Por ajo çfarë të tregoi atë ditë? Aja majti në shtëpi, e kishte burrin grek Policki, ai ishte martu. Edhe nejta në shtëpi aja, të më tregu historitë e mamit e kështu, nuk di gjatë, thashun që keni baju, ku keni qanë të reja, po mami mu më ka fol fjalë të mira për ty, kupton, se unë kisha hallin për me gjetë babi, se shë mi thënë ka thënë mami kështu ashtu. Kam net një javë aja, edhe i thot gocës vetë malën, kësë kishte 2 goca. Thot, u bate një trek si bat ditë prejmë të këtu, ditë hajta aty, si vinë ka shesi, se ka merën me trekti këto njerës të babit të. Edhe thot, merë Kristina, thot shko pyt të treku, se me mbjemër Dimitriu ka shumë, po unë kisha letrat. Edhe dalim të pazari ne atje. Por përpara se të dalësh te pazari, ajo çfarë të tha për babain dhe nënën, atë një hap që qëndrove? Aja thote gjana tjera, kupton, nuk thote gjana që më kishte tërgu mami mu, se pranote, unë thosha s'di gjanë, se qa keni bëju, mu mami se më ka fol keq për ty, thosha kësajt, e kupton. Foli keq për nënën tënde, do më thënë çfarë të tregoj? Po, jo, nana jote ka qanë nevrike, këshu, normal unë iva keq, po kisha halë se s'kisha ku me net, a i të kuptu edhe veç e njosha. Pra, ajo të tregoj që shkaku i divorcit ishte nëna juaj, se ishte nevrike dhe kjo ishte arsye. Po, që ka qanë e keqe nana jote, ma bani këte, ma bani ate, po unë su nisha, se s'kisha ku me shku, sa ty ishte mështetja ku me net, unë a i të kuptu. Të kuptoj qartë. Po, edhe marë atë gocët, ikim të pazari atje, tu folkja gëjqishta, ne, edhe unë majme, ku kam qenë 7-8 vjeqe, majme, unë e kam ditë për Agjen. Aje kishte emri Njorgo, dhe me tha Njorgo, Aleksandra Alla, Jorgo në kam ditë sa Shagja. Aje kishte qenë djali Allës. E majme në atë që gjithmonë ku latë makinën, a i merte majnë të makina, ku të se më kanë dashtë. Edhe ja të regon letrat, kej, thot, kjo e ka me emrin Njorgo. Thot, po, që donë, kena ardhët me kërku, thot, se kja shkushurina jeme, ka ardhë me kërku babën e vetë, a i njiftin të emër Nikola Dimitriu, të folë gëjqishtë, e unë si merë shavesh. Po, thot, ne për Nikon, thot, nuk dim gjanë se ku ashtë, thot, ky, thot, ne e dim që ka i vajzë, thot, po ne e dim që nuk eksiston aja vajzë, e dim që ka pasi gruga Shqipëria me fëmi. Edhe i thot kja thot ashtë Kristina, edhe thot a i mund gjane romane, më thot, zdi, gëjqisht, iq, tha, është vetë Shqip. Tha, e nuk din, tha, me fol, tha. E tha, po thuj, ke manë men ti. I tha, shumë maj me Njorgo, Agjen edhe Aleksandren. Edhe i thot ky kësaj që unë jam Njorgo, po nuk jam Agja, jam djali Hallës. E qartë. Po sa vjeqe jeti, më thot, ky mu të llogarit tashi, a kupton se normal i majmë, sa vjeqe jeti, them 25 vjeqe. Vej, thot, letrat t'i shikoj, tash normal, emi babës, gjyshit, aty Kristo. Se mu emi në gjyshit të më kanë lanë, po kam dalë vajzë, ma kanë lanë Kristina, kupton? Të kanë se gjyshi e ka pas Kristo. E qartë. Gjyshi nga babaj? Shikon letrat, Gjyshi nga babaj? Po, e ka pas Kristo, mu më kanë lanë Kristina. Po. E jam e pak zume, krejtë në kishmë, jam krejtë me letra me gjitha. Edhe thot ky po nuk dim, thot gjase ku nollet Niko, thot nuk fliqin duket, nuk e di se qa kishte noll me ta. E kishin ba që, se baba jem ka pas shumë lek, ka qenë shumë i pasun. Ja kishin marrë krejt pasunin, e kishin ba si ky rop nuk ekziston, a i të kuptu, edhe e kishin transferu me një zonë Selanik Malkara, me një fshat. Ja kishin shqip me shpi e me krejt. Dhe këta thanë që nuk kemi informacion. Po, unë e kisha në halën aty, po se nifsha, nuk i nifsha. Edhe i them kësajt kushurines ta me vajzës sajt. Unë të rri këtu nuk iki, kërkun të fol me sheja të të njërë, nuk iki, kërkun i tu të rri, thash, unë e drejsa ta gjeni kollën. Rri thaja, Kristina, një aty kam në të pazari me ata. Aty vjen vllai babit. A kupton si nifsha fare, nuk i nifsha fare. Vjen ullet aty, mje pi cigare, nuk fliqim. Po normal i kam thirrë telefon këta aty, se ka të serdhja i. Që ka njoftuar që ka mbritur vajza e Nikolës. Po, vjen ky kombari, që kur a martu mami, që është shu,
dishmitar të kisha ku janë martu këta të dy. Vjen se qa flasim ta si kuptoj, thot Kristina, po, hajde hyp, thot makine, diun ku a babi jot. Për sot dhe kështë me gishta të volë. Hyp makinë, më qonë të gruja vetë. Flet ma atë i thot ash Kristina, vajza Marije, se Niko, sa ne, po unë si mërshëve që në makinë si statuj. Hell makinës benzin, kyfju. Me një fshat malgar, thash ku po më qonë. Pra ishte personi që kishte pagzuar nënën dhe babain tuaj që të qoj? A i erdhi mori. Ua, interesant. Se normal e kishin firë këta, po unë si kuptosha. E qartë. Edhe me thanë drejtëm kapi edhe frikës se thash ku po më qoj. Për sotë, edhe më qonë, atje ta i fshati, me Odeta, ishte fshat, rrite me një barake. Kja familja që kishte pasjetu të kja barakja, kishte ndërtu një shtëpi male, edhe kishte lënë babit tem të barakën, kupton? Edhe ato kishin një makinë, kur vite ky gatregu që bashin tregti, ja jepshin makinën babit tem edhe rishin 2 djemë të këtit burrit, rishin me babin tem ishin nga 10 vjeç, rishin gjykun mrapa me këte. Edhe vjen, shkojmë aty, ne, Niko, dela i gjatë, era parë, se kisha paga e thosha, e ishte edhe i vjetër, e i të kuptu 60 vjeç. Dela i qatë me mustaqe, Niko del, qa flasin, a ke pas i grufën nga Shqipëria Marien, po, ke pas edhe i vajzë, po, thot Kristinën, kësi ma shpjegoj e Shkodrani, se kishtë edhe shqiptara. Që përkthente? Po, nuk e di, thot, a ekziston, ase nuk ekziston, thot. Thot, kja vajza jote, thot Kristina, pasha zotën, strejme Odeta, më kapa i në qafa, kapi mu, kopena mu, më shpjegote me shejat masha këtu. Më shtërgote shumë gjana, kupton? A i mla aty edhe hiku me të aty, Me babin. Po, pasha Allah me Odeta, nëse e ke i fjallë rënë, e kam la, e kam shpla 3 dit, i kam anë me hangër e me pi, e kam qef, e kam rrujt. Imaginoj ti ku i thosha one, babo, do buk, po hangër e ti thotë daje dhonë, babo, do kafe, po pide ti do pije dhonë. Edhe kur kam hik me Odeta, unë tu hik me taksi, se me ta pa ne kuna t'jem fshat s'disha as gjua si gjë. Thira i shoqën teme ishte në Athina, e më ka qu lek, e me zi kam gjetë Vestorionin, për me të req lek, se s'kisha lek. Kur kam hik me taksi me Odeta si film, imagjinoj si sot, unë tu hik me taksi kujtin me apa, e i tu hec me apa makines edhe tu qaj. Baba. Kam ne 3 dit me atë, edhe thote unë jam lut shumë për ty. Ku diun që kishin ata zonja, kështu gjana, qove, jam lut thote shumë për ty edhe ma pletsoj zoti dëshirën, edhe me vdek thote, se me të pishman gjatë. Që të takoj. Po, edhe pa të më shku në Selanik, aty ku kam vendlindje nun. Po, për para se të më tërgosh ndarjen me babain, ti qëndrove 3 dit me babain? Po, 3 dit kam flet, aty të barakja me një të hikte, dilte, shiste në trek, më vlete ka 2 paketa në pute me angu, i thusha jo, ta s'janë as i gjallë thote për mu, as i gjallë s'janë thote, u kam shumë pytërime ndaj teje. Një dashuri që ishte e munguar ndërvite në ato 3 dit? Mi puste duart mi puste. Se i e ka dhe një vajzë tjetër, para se me marrë mami ka qenë e martu me turke. Aja kishte 15 vjetë e martu me në Athinë, se ta i martojnë nga 11 vjetë që ka lamaj. Do me thot t'i ke një motor nga babaj? Asulla e ka ime në, ashe martu me në Athinë, atë e ka majtë mami ku ka qenë 2 vjeqe, se e ka rritë vetë kjo atë, se e ka pas me një gru turke. E ke takuar, e ke njohur motrën? Ja, do me thanë, si ishte martu 11 vjeqe, kishte 15 vjeqe si a shifte sytë babës vëse. Ndryshe jena ne, si e kena lomësërin për prindrin, e ndryshe janë ata, kishte 15 vjeqe, ishte martuas, nuk interesot a egziston a i apo jo. Edhe a i qate kër e kërkova unë, do me thanë që i bashe i zme. Besoj, kër e pe për erë të parë, i njaje atit? Me balë, kështu. Vetë si ishte ma i gjatë, me balë, me sy, e kisha figurën ati. Pra i ngjan babajt? Po.
Por çfarë ndodhi? Pas 3 ditëve ti u detyrove të largohesh nga babai, ai me lot në sy të ndoqi, ti ike dhe u ktheve në Selanik. Ika në Athinë të kja shoqja jeme që më nimoj. Po? Përja ne masane, erdha se më kishte vdek mami mu vajzën e kisha lam të motra vajzën e malën, se unë punosha, se po mos punosha ku, s'ta ma ku shpina shtu. E qartë, puna është kryesorja. Unë do të rova mu këthy, ga ne masane erdha në Shqipëri. Por me babain, mbajte kontakte? Liqa, a i s'kishte telefon shumë me numër thjesht, po ky kishte aty në Malgara, kishte një motor që vite shikote i pute me hangër, ja merte robet me la. Po. Ma te kam pas kontaktun, dhe Vasulla kishte emin, ajo hala jeme, do më të. E qartë. Ma te kam pas kontakt deri vonë, masane ku u martova i hoqa me telefone me krejt, a kupton, nuk kam majt as Facebook, as i dhe gjare. Si shkëpute kontaktet me hallën dhe babain? Kreti, e biles jam fut, kam hap të Facebookun, jam fut me e kërku, del emri asajt, po ka e që fotot, në ushta e kam dru, sa është me emra greqisht. Me shkronja greke. Sa kohë po që i ke humbur kontaktet me babain? U pa, me 17 prill 2018, sa i bje. Kur u martove? Jo, kur e kam gjetë babin, ka qenë... Sa kohë ke që nuk fletë më me babin? Për atërë që kam taku që kam në 3 ditë, me 17 prill të 2018, edhe ma kur. Por nuk folin telefon më vonë? Ja, veç me të halën masha komunikim, po nga që su mersha vesh i thosha kua babo, atë shpia, se kishte pak i 100 metra largja, kupto? Edhe nuk u mersha vesh, a i tu kuptu, veç to të mirë, a pak pa qef, ma pes ishte me pompa, a i tu kuptu edhe, pa mërmenja se do të ketë vdek tu e 8 vjetë, si ishte 60 sa vjeç, ishte me pompa, me këshu, kishte probleme. Ti nuk e ke marrë guximin në këto 8 vite të udhëtosh sërish drejt Selanikut? E kam tezën atje, mami ku ka pas qanë gjalli ka pas kanë tezës, një moj ka pas kanë, se qatë përfitoj çdo gjatë do t'i jap 10.000 euro, do t'i jap ty, veç mos të mritet vajza këtu për një jetë ma të mirë. Se tu në Shqipëri 14 vjetë që martosh, tu t'i fëmija, sa dush një maje, nuk e një moj tezja. Edhe atje kur isha me i tezëm një mom ban, ta fikin telefonin o dhe tas një mom kush. Masa ne unë u ktheva të kja Elvira, më falë. Kur hika për babi, nga Athina u ktheva prap Selanik, hika të Elvira, më tha kja Elvira, po pse hike me kërse, po qa trisha aty tash unë s'di as gjuhë, as lek, as si gjak, mrute si sytë e bali, se kishte shumë nga bella aty kupton, edhe mrute, thote, shumë, mbate me shea, mrute moj. Për sote. Kuptoj. Edhe... E dashu Kristina, pse babai juaj kishte përfunduar në atë gjendje të mjerueshme? Nga njerëzit e vet. Nga kja halla Aleksandra, nga motra vet. Që i kanë marrë pasurinë dhe e lanë atë gjendje? Po, ja kanë shita edhe shtëpinë, edhe kishte përfunduar në barake. E mata i burri ja kishte lanë atë barake, në vetë se kishte ndërtu një shtëpi ai në bërë. Hynit e shtëpia reja, i barakën ja la babit tem. Të ka marrë malli për të takuar prap? Po, normal se të shi pa baba, prind. Në gjithmonë kanë qanë kryoze me gjithë, që e vogli thosha mami do t'a gjeun. Dhe ti i gjete, e takove, por fatkeqësisht nuk ke humbur kontaktet prap. Po, ku shkova te kja Elvira, më tha mu, pse i ke ti Kristina? Thosh, për qatë bësha me Elvira ty pa leka, zgjua, si gjarë, edhe 3 mujoshi të djekte, po t'kaloshe 3 muj. Edhe kja kishte burrin polic, edhe kapi një avokat. Edhe i avokati, ja të regoj kja foli greqisht krejt që ka link tu e ka vendinje një Janica, se shkum në gjeni civile me babin, aty një Janica ku kam lin. Po. I tha i gjeni civile, s'ku ta di unë tha se Kristina Kovaci a Kristina Limitriu. Kupton këta gjana banë me avokat, tha. Edhe, flet kja me avokatin, thot avokati, po, thot, më pago mu, thot 1.000 euro, që s'ke nevoj, thot, me leviz, rri këtu, ta marrë unë, thot, atë certifikatën e lindjes. Kupton, e ti mblell tanë letra tunë, ti thot përfiton shumë gjana, thot, se del në nuja që a me pak zume në kish, që a ta ku di unë. E qartë.
Por ti nuk arrite dot se s'kishe para të pagoje avokat. Jo, erdha në shtëpi, ku kisha me i marrë unë atje, as gjuku, me punu, kush të mshtesë, u fejva. Se ti ke lindur në Selanik, ke gjysëm gjak grek. Janik sa, po. Gjak shqiptar. Edhe në aty në kartë identitetit e kam, dhe me thënë karta shqiptare, Kristina Kovese mami më ka registruar dhe këtu mu. Normal, dhe në Shqipëri. Po, atje e kam Dimitriu, këtu e kam Kovaci. Jemi në në. Edhe aty në kartë sot gërëtëse Venlinja, gërëtëse. Edhe kur isha që punosha në muzikë, që lëvizsha në Zvicër, Gjermani punosha, në Rina, pasha zotën. Që të shikojmë pashaporte? Sa greke tim, tha mu, po që bati tha mu me të pashaport? Njerëzit të martohen me plak, arrin nga 10 vjetë tha me marri pashaport. Kje ke mundësi, tha dhe i le, do me thanë gjithë ku kam shku, kam thanë, a e budale si i lengë të gjana, kështu se ti përfiton shumë gjana. Për të marrë dokumentat, e qartë. E dashur Kristina, unë u preka shumë nga historia jote, sinqerisht më erdhi shumë keq për gjithë historinë që më rrëfeve ditën e sotme. E kuptoj që ti kërkon të bësh letrat në shtetin grek, se fundja ke lindur aty dhe ke të drejtat. Ku kam vinë edhe herë për nanës teme me odet me një muti, pasha zoten, edhe nanës teme i rrinë shpirti rahat atje kua. Unë do flas me një nga avokatet e mia për të ditur si bëhen procedura dhe do të marrë në telefon dhe patjetër që do të ndihmoj. Nëse babaj do ta kishe siç më ke mua përballë, ç'a do i thoshe? I thoshe, unë me marrë letrat me odeta, pashallah, unë sa gjalla maj vetë, unë i thosha ku isha ti baba, do marrë Shqiprit maj unë të shpia se kam shpin, të lash për jo, thote nuk vjuna ne zdi, a i të kuptu, thote rri këtu, a i ka kujtu se unë kam mundësi, edhe po marrë një shpi edhe po e maj edhe atë, a di sa ke që më ka ardhë mu, kur e kam blenë, si thosha, ama zë si s'kam mundësi, të kem letra, të kem shpi, laje, shplaj veti, bajz me vetë, po s'kisha që me ba, unë isha si halli për vete, u do të me punu këne ku lesha fnin. Do i thoshe sot të dua shumë dhe dua të takoj? Po, me gjithë shpirt, pasha zotën. Edhe nësa është gjallë një i, Kristina e mani tu, e laje shplaj dhe në fymen e funit, pasha zotën. Uroj dhe shpresoj e dashur Kristina që babaj të jetë gjallë, mos ke ndruar jetë, uroj që ta takosh sërisht dhe do mbetemi të dyja së bashku në kontakt dhe të puth dhe të përqafoj. Faleminderit shumë edhe për te, desha me thënë edhe i gjallë. Po shkum në atje një Nica, a i ma pa të ba një fotokopjo të taftos. Të letrave. Po. Edhe më thë mu, Kristin, si do që tjetë puna ta këte ta kesh. Po unë do kontrolloj, se më duket e kam na për letra, na për gjana kam me gjithë foto, ma pa dënë edhe një foto të taftos. Që për çdo gjaka nëse do me ba letra ta kesh ta dokumente rëndësishëm. Mirë, do mbetemi kontakt bashk, uroj që të dëgjohet zëri juaj, të puth, mirupafshim zemër. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Kam besim të ty. Uroj dhe lutemi, me zemër, uroj që të realizohet të dëshirë. Zoti fëmijët e qa ke për zemër, u bafshi 100 vjeqe. Edhe që qofsh nëna me lumtur me dy vajzat e tua. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni edhe mesazhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam me ju me këtë histori të vërteta, histori të dhimbshme njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër me historinë e radhës. Mirupafshim.